Edhe një herë. Detyra ime ishte të provoja që ne nuk shqistoj për poste, nuk do ketë bashkëpunim me Lapën dhe Shenjë? Po edhe herë, për mua dhe për Lëvizjen Bashk ka vullnet vetëm për një bashkëpunim me popullin. Me popullin. Pazare dhe kryetarëve janë të dalë boja. Kjo është pak si fjalori është e vërteta. Dikur i para viteve 90, është një keq pa të fyrë që thoshte me popullin për popullin dhe klasa punëtore. Unë nuk po i shpall armiq ata, unë nuk po them që janë armiq as të mi as të popullit. Atëherë unë janë parti, unë si votues, po shoh atë që na ndjekin. Tham 1.2 milion ndjekës kemi në gjithë botën. Atëherë pyetja e secilit prej tyre, jo vetëm si gazetar, do thotë, "Ore duam të shohim të tre bashkë një front të madh kundër dyshës Rama dhe Berisha. Dhe kështu i votojmë, mund merr 20%, mund merr 30%, mund merr 15%. Dhe ky front i tre emrave të mëdhenj, që të tre janë, mos i moho tash. Edhe Lapa dhe Shenjë, vje keq, se në studio aty janë treguar shumë luajal me lëvizjen tënd dhe me emrin tënd, janë treguar shumë korrekt. Po mos po i shaj më zotri. Thjesht them që skemi gjërat përbashkëta. Ju thatë se skemi gjërat përbashkëta, nuk janë opozitar, se kështu i bie. Ti opozitar, ato janë opozitar. Nuk kanë konsekuencën dhe forcën, po themi, morale dhe argumentuese të Lëvizjes Bashk.